I pakrehur, i pluhrosur, i lodhur, i raskapitur, në udhtim të mirë, në udhtim të mbar, i ngri duart ka qielli dhe lutet: Ja Rab, Ja Rab. Kështu ky njeri e lut Allahun, i ka plotësuar gjitha kushtet që t'i pranohet duaja. Mirë, po këtij njeriu nuk i pranohet duaja. Për çfarë arsye? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama ky njeri në këtë gjendje duke thënë Ja Rab, Ja Rab, ama gjendja e tij si është? Ushqimi i tij ka qenë me haram, pija e tij ka qenë nga harami, veshja e tij është nga pasuria e haramit, veshjen origjinal, veshjen më të shtrenjtë, veshjen më të pasur, telefonin më të mirë, veturën më të shtrenjtë, i pasur nga gjitha anët. Mirë, po kjo pasuri erdhi nga harami. Ky njeri punët nga gjitha anët i ka arritur me haram. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidhalik. Si do t'ja pranon Allahu këtij duan?